ka ardhur koha që qytetarët të kenë zërin e tyre për të dëgjuar. Partia Socialiste pritet të nxjerrë në konsultim publik ligjin për referendumet. Kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla deklaroi se drafti është gati dhe se ka ardhur momenti që qytetarët të shprehen përmes referendumit. Ta depozitojmë në kuvend për të nisur procedurat legislative, ato do t'ja nënshtrojmë një procesi të gjerë konsultimi. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste, prandaj jam këtu bashkë me nënkryetarin, do të zhvilloj disa tryeza të mëdha konsultative me jurist, me profesoratin, student, me shoqërinë civile, me qëllimin e mirë që të shkojmë në një draft, një projekt të konsoliduar mirë, i cili edhe pasi të hyjë në procedurën e kuvendit, aty do të jetë një proces i gjerë konsultativ. Çdo lloj ndryshimi kushtetues, përpara se të shkosh në referendum, do 2/3 e anëtarëve të kuvendit, dhe pastaj 1/5 e anëtarëve të kuvendit mund të kërkojnë dërgimin për referendum. Por kur bëhet fjalë për një çështje specifike, atëherë sikush për referendumin për çështje është që në kohën e marrjes së nismës për referendum, për çështjen të mos jenë marrë nisma ligjore që mund të jenë në proces. Balla theksoi se mazhoranca është e hapur për dialog me opozitën mbi këtë nismë, megjithse shprehu bindjen se opozita mund të mos ulet në tryezë. Opozita gjithmonë e mirëpritur të kontribuojë, të luajë rolin e vet në kuvendin e Shqipërisë, por mos harroni asnjëherë që opozita kurse nuk mund marrë peng jetën parlamentare të vendit. Opozita në shtator kërkoi bashkë me ne ngritjen e 2 komisioneve të posaçme. Njëri për reformën administrative territoriale, njëri për reformën zgjedhore. Pati gjithë mbështetjen tonë për të miratuar çdo kërkesë që pati opozita, qoftë për bashkëdrejtimin, qoftë për të drejtën e vetos, dhe aty shpresoj që ata ta luajnë rolin e vet. Edhe ky ligj për referendumet do të kalojë në të gjitha filtrat parlamentar ku opozita është e përfaqësuar. Ai nënvizoi gjithashtu se çdo ligj që lidhet me integrimin evropian kalon në konsultim me Bashkimin Evropian, duke shtuar se asgjë nuk kalon në kuvend pa miratimin e Komisionit Evropian. Sipas tij, ndryshimi i numrit të deputetëve nuk përmendet në kapitujt e negociatave me BREN, ndërsa procesi i konsultimeve do të vijojë si në Tiranë, ashtu edhe në qytete të tjera të vendit. Ne konsultohemi në mënyrë të përditshme me Komisionin Evropian dhe asgjë nuk kalon kuvendin e Shqipërisë pa dritën jeshile të Komisionit Evropian. Ndryshimi i numrit të deputetëve nuk është pjesë asnjë prej kapitujve të marrëveshjes për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Nuk thot gjë akia komunitare që mund ta kemi parlamentin me 140, me 101. Unë jam mbështetës prej shumë vitesh i kësaj ideje. Sa i përket procedurës, Balla tha se ndryshimet kushtetuese kërkojnë të paktën 2/3 e votave në kuvend përpara se të kalojnë në referendum. Ai shtoi se i gjithë procesi nuk duhet të zgjasë më shumë se 3 muaj dhe kërkoi që edhe shqyrtimi nga gjykata kushtetuese të respektojë të njëjtin afat. Një nga idetë që po shqyrtohet është edhe mundësia që referendumi të mbahet në të njëjtën ditë me zgjedhjet, me qëllim uljen e kostove dhe rritjen e pjesëmarrjes qytetare.